Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jam sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të përgatisim një recetë të shijshme, e cila njihet me emrin Melo Makarona. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht vazhdojmë që ta përgatisim sherbetin. Në një tenxhere më të madhe do të shtojmë 500 gram me sheqer. Të shtojmë sheqerin, vazhdojmë që ta shtojmë edhe ujin. Edhe ujë do të shtojmë në të njëjtën sasi sa kemi shtuar sheqer, pra 500 ml ujë. Sherbetin e këtyre ëmbëlsirave duhet që shtojmë edhe cimet ose kanel, por në formë të shkopive. Nëse nuk keni, largoni anësh dhe do t'i shtoni cimet në pluhur pasi të zihet sherbeti. Por nëse keni shkopi të cimetit kështu si unë, vazhdoni dhe shtoni tani. Recetën origjinale të Melo Makaronave përdoret shumë edhe portokalli, disa preferojnë të shtojnë edhe në brumë, disa preferojnë të shtojnë edhe në sherbet, unë do të shtoj edhe në sherbet, 2 fletë portokall. Përzijem tani që sheqeri pak të tretet tek uji, të shkrihet që sherbetit na merr ngjyrë të bukur dhe vazhdojmë që ta zijejmë në zjarr mesatar 7 minuta. Pra nga momenti që do të fillon të vlon sherbeti, do të bëni alarmin për 7 minuta dhe e largoni nga zjarri. Sherbeti është zier fiks për 7 minuta, më njëherë e largojmë tani nga zjarri. Tek sherbeti për Melo Makarona, sa po të largojmë nga zjarri, duhet që të shtojmë një lugë gjelle me mjaltë. Përzijem mirë tani që mjalta tretet tek sherbeti. Tani lejojmë që sherbeti të ftofet tërësisht, pra duhet të jetë i ftoftë akull. Ndërkohë që sherbeti ftofet, ne vazhdojmë që ta përgatisim brumin për Melo Makaronat. Tani vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Në recetën e Melo Makaronave duhet që të përdorim vajin e ullirit. Ashtu e kërkon receta origjinale, por mund ta zëvendësoni edhe me vaj të thjeshtë. Në total do të shtojmë 300 ml me vaj ulliri. Vazhdojmë që të shtojmë 200 ml me lëng portokalli. Mund ta shtrydhni portokallin ashtu si kam bërë unë, ose mund përdorni edhe lëng të gatshëm portokallit. Vazhdojmë që ta bëjmë në rende lëvorën e gjysmë portokallit. Shtojmë pak cimet. 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Përzijem mirë njëherë këta përbërës, derisa të lidhen dhe të bëhen bashk, dhe pastaj vazhdojmë që t'i shtojmë mielin edhe grizën. Ne tek brumi vazhdojmë dhe shtojmë grizë ose semolina, pra nga ajo që shitet e gatshme e bluar që përgatisim gjellëra për bebe, se shumica nga ju më pyetni se si duket griza, pra kjo është oriz i bluar. Në total 200 gram i shtojmë tek kena. Vazhdojmë të shtojmë mielin, si që them gjithmonë, bëni kujdes me mielin, përsëri do t'ju them, në recetë në total duhen dikon 400 deri në 450 gram miell, por shtone pak nga pak. Shtojmë 10 gram pluhur për pjekje, por duhet të shtrojmë tek Melo Makaronat edhe soda bikarbona, por soda bikarbona vetëm gjysmë luge çaj të vogël. Ne vazhdojmë të përzijejmë me dorë, sepse kështu më mirë e kontrollojmë gjithmonë brumin. Përzijejmë dal nga dal derisa të na formohet një brum mesatarisht i butë, njëjtë sikur kur përgatisim kurabie ose kur përgatisim sheqerpare, pra ashtu duhet të jetë brumi. Mielin nuk e shtova të gjithën, që të mund ta kontrolloj më mirë. Do të vazhdoj të shtoj kështu nga pak. Brumin e kemi gati. Duhet të formoni një brum kështu mesatarisht të butë, cilit mund t'ja jepni formën lirisht. Mos u frigoni nëse vrini që po shlon vaj në dorë, ashtu shlon vaji i ullirit dhe ashtu duhet t'jetë. Vazhdojmë tani
T'i marrim në dorë dhe t'i japim formën, atë formën që e kanë. Pra, normalisht melo makaronat kanë këtë formë, kështu. Dhe vazhdojmë i renditim në tepsi për pjekje, ku poshtë tepsisë kam shtruar letër për pjekje. Mos e bëni shumë të mëdha, sepse këto edhe fryhen gjatë pjekjes, sepse kanë edhe fryrës edhe soda bikarbona. Në këtë mënyrë. Pasi i renditim gjitha në tepsi, vazhdojmë që t'i pjekim. Në furrë të parangrohur në 200 gradë, do t'i pjekim dikum parafërsisht 20 deri në 25 minuta. E dikum pas 20 minutave në furrë, melo makaronat janë pjekur. Lejojmë ftofen dikum parafërsisht 10 minuta. Jo të na ftofen tërësisht, pra duhet na mbesin të nxehta dhe do të vazhdojmë t'i fusim në sherbet. Tani melo makaronat i nxehta, i shtojmë te sherbeti i ftoftë dhe lejojmë që të qëndrojnë aty vetëm për 10 sekonda. Pra jo më tepër se 10 sekonda. Pas 10 sekondave i largojmë dhe i rikthejmë tek tepsia. Vazhdojmë veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i shihoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.